U shkëputa prej familjes edhe shkova me jetu me bashkëmoshatarët e mi në prej këtë veneve të botës. Natën që ka ra tërmet, shumë u lëkon ndërtesa ku banojsha unë atëherë. Edhe në atë vit ka qenë një nxans prej Serbisë, qeveria e WhatsAppit. Shpenda Meti na ka martu. Po. Edhe ajo zyrtarja që i përgatiste letrat gjatë procesit të kunorzimit, tha e kish për detyrë me pyet nëse do me thënë cili është mbiemri. Edhe se mbaj men sakt që kanë qenë fjallë, për diçka si a je sigur që do me mbajt mbiemrin ton? Edhe di që shpendi ka thënë shtu, more mirë është nëse Dardani se ndron të vetin në këtë proces. S'kemi pare me pagu qiran. Dhe që ka pëthojnë tritë është që ma letë e ka me dalë jashtë edhe me jetu ndaras prej familjes se sa me mujt me ble ose me marë banes me qiran në Prishtinë. 27.000 banesa, janë kritisht të zbrasta në Prishtinë të pa shfrytzume. Përshëndetje miq të gazetës Demos dhe të podcastit Tupo, mirë se po takohemi edhe në këtë të shtunë. E sonte me mu bashkë në studio është Besa Shahini ose ndryshe gruaja e Dardan Molliçit. Unë me qëllim e thash në çet formë, po du me prezantu ndryshe. Se diqysh që kjo pikpamje në shoqëni dhe në publik nuk e kam pëlqen. Kështu që nëse e nalim edhe analizojnë as të shka ka bo Besa, për shembull, ka studiu në Kanadë. Prej Kanadës ka dalë në Berlin, prej Berlinit ministre në Shqipëri, kështu që nëse bazohem për voja dhe në pozita, atëherë direkt mundu me thonë që Dardani burri i Besës, kështu që përshëndetje Besa. Faleminderit. Faleminderit për ftesën edhe për këtë bashkëbisedim. Faleminderit që ti ke ndako sot më këtu me neve të pas parasysh që e dina që e tepër ngarkune çdo kohë. Peshojmë. Po si fillim po du me thonë që të përshkrimin që e bona apo të pengon ai troçet të kohën, gruaja e Dardanit, çu ke marrë çta? Jo, unë jam gruaja Dardan Molliçit, kështu që është krejt në rregull. Sa isha unë në Shqipëri ministri i arsimit ka qenë gjithmonë ju kanë referu si burri i Besa Shahinit, kështu që jemi në rregull, na kemi kështu me rotacion, kemi gruaja e njënit ose burri i tjetrës. Super, kështu që kokët kombinu po më duket. Po. Tash në çet periudha po thirrin Dardani burri i Besës. Këto. Po më doget që po, ajo është tërhek prej paraqitjeve publike se është e pamundur me botë të dy të njëjtën kohë në të njëjtën hapësirë, kur ishte deputet këtu dhe isha ministre në Shqipëri, funksionojshim paralelisht. Kështu që për momentin po më doket nuk janë të ju referu fort, se s'është të thonë ai sa në publik. S'është të dalë neko. Po. Kështu që pjesën e Dardanit kena me diskutu ma vonë, unë si fillim po du me të kthy pak mas, po du me himet vetë pak për fëmijën tonë, që shukon Besa, që shmon vetën men kur e kohën hala pa shku në Kanadë këto në Prishtinë. Atëherë, kom qenë shumë kurioze, kom pas shumë qef me mësuese e treja, me nxibrit qa me një klasë të parë, se unë nuk kom pas mundësi me shku në Kopsht edhe në Qerdhe, dhe ka pas hala ma pak Kopsht edhe Qerdhe në Prishtinë. Përkundër që kanë punu me një moment të dy prind. Në fillim nana kur kom qenë krejt e vogël, ka qenë studime, edhe vllau i madh që është 5 vjet e gjys më i madh se une, ai ish në shkollë edhe mësoj kësaj e treja, dhe unë mundohesha me mësu krejt çka mësoj ke ai se më pëlqejke. Do të mezi pritsha me u kyç në jetë, në botë, me taku njerëz edhe më janis me mësu çka mësohet edhe në shkollë. Ai entuziazmi për me shku në shkollë, domethënë, pas ki pas edhe ti. E kum pas, nuk është që ka vazhdu domosdoshmërisht, mandej kur më shku edhe në shkollë të mesme apo studime, gjithmonë kam qenë studente e mirë edhe nxënëse e mirë, po mandej ka nisur më interesu shumë pjesa praktike e punëve që mujnë më u bë. Unë kam studiu qeverisje në master, po mezi pritsha me shku në aplikim të qeverisjes, domethënë çysh bëhen politikat e jo vetëm me studiu për politikat publike. Po definitivisht shkolla është shumë formësuese, është periudhë që se nuk mëson vetëm pjesën akademike, socializohesh, mëson për veten, e din ku janë limitet e tua, ç'a të pëlqen, ç'a nuk pëlqen, që shoqërohesh me njerëz. Kështu që definitivisht kam pas fat në fatkeqësi se kur filloi lufta këtu, unë isha në Gjevdedot në shkollë të mesme. Edhe ajo shkolla e vetme që mbante mësim në objekt të shkollës, përkundër që kushtet s'kan qenë shumë të mira. Po për shkak se ishte në qendër, protestat e tetorit 97-ës kalonin andej, na ju bashkangjitshim protestave, kështu që ti mëson, është shkollë në vete, kur jemi në lokacion të caktuar dhe mund të marr pjesë në rezistencën që ndodhke në Prishtinë, edhe çka do të thonë kjo për kombin, çka do të thonë kjo për vendin. Rezistenca paqësore e cila mandej kaloi në
edhe do thënë në përplasjen me armë edhe në luftë, e mëson kur je pjesë e diçkaje, e mëson shumë më mirë edhe përbrendson, edhe mandej çajo më ka tërhek edhe më kthy. Unë gjithmonë kam qenë edhe jashtë, po vazhdimisht më kthy në Prishtinë. Kom kry shkollën e mesme, më kthy në Prishtinë, kom kry universitetin, më kthy në Prishtinë. Kështu që apo nuk e ke harru Prishtinën. Prishtinës s'mush me harru, do të thënë, unë e du pafund, edhe kur s'm pëlqen, edhe kur nuk i plotson nevojat, unë çtu kthehna edhe dëshira e më e madhe është me mujt me kontribu, mundi që po muj me kontribu në përmirësimin e qytetit. A men vetën që shikon si fëmijë, për shembull, unë shumicës njerëzve që vinë, çështoj që janë pak më të mëdhenj në moshë se unë, unë vjen me vetë a e kon as si personi sharaxhi, as si fëmijë që e kanë bën ai telashe, ai kon, anashta gjustoj e kon e çet gjithë, optimiste, të kohën të dash me fol me prezantu diçka të mirë pa boshirre. Qyre shere s'kom bo, im nga shumë fëmijë rregullt, ju kom përcjell rregullat, nëse ka pas rregulla për ushqim, për pastrim, për me ndihmu në shtëpi, i kom ndjek me përpikri, veç me babin gjithmonë kemi pas konflikt. Do të thënë prej momentit të parë kur jam di që kam mendime që janë të tjera prej prindve, po kryesisht me babën, kemi pas një konflikt të vazhdueshëm, të cilin unë e shoh shumë pozitivisht tash sepse më ka mësuar me debatu. Do të thënë, mi bo argumentet sa më të mira, se s'mundesh me fitu veç të bërtit, po duhesh me shku me hulumtu, me gjetë edhe mënyrën tjetër për me shpreh një çështje që të intereson. Kështu që jo, sherrës s'kum bo, po definitivisht nuk kam qenë fëmija më i lehtë, sidomos në moshën e mas 2-13 vjet. Nuk kam qenë fëmija më i lehtë për prindët e mi. Për më menaxhu ashtu. Po jo që kum bo ndaj sherrë, është veç kjo që gjithkohës i kum sfidu me rregullat që i kanë vendos, me orarin kur më kthy në shtëpi, me... E ti tash që ta e përcjell të qika? Unë e kam përshtypjen që absolutisht jam tu sill si baba jam. Wow! Ajo është shumë e vogël, kështu që nuk kemi qasi lloj, do të thënë nuk mund me pas konflikte, po jam tu mendu që disiplinën që kemi në shtëpi, ku ajo ka lirinë për shumë sene, ka lirin me vendos çfarë loje do me bo, nëse i vizatohet ose nuk i vizatohet, por nuk mundet me vendos ajo kur bjen me flajt edhe çka han. Kështu që do rregulla të cilat kanë ardhur në familje po më thonë, hajt lëshoj, atë s'ka lidhje, apo le të hanë ëmbëlsirë edhe nëse s'ka hangër dorg, e unë nuk jam te këto. Unë i kam sidomos gjumi edhe ushqimi, i kam me orar strikt. Po. Super. Të në vitin 99 keni jeni zhvendosur në Kanadë, apo nëse nuk e ka bëj vitin? Në 99, pra kur ka nis lufta këtu, kemi qenë në Maqedoni, një kohë të shkurtë, edhe mandej për shkak se kemi pas familje në Kanadë, jemi zhvendosur atje si refugjat. Edhe çush ka qenë çajo periudhë për ty? Kur shkon si refugjati nuk i din për sa përrin, edhe e mbaj mend që ka qenë diskutema po shkojmë as po shkojmë, se na mujshim me najt në Maqedoni. Përkundër që ishe pa qartë se sa gjatë na duhet me najt në Maqedoni, edhe baba tha që për shkak se kemi familjar në Kanadë, është mirë me shku, plus edhe kjo ka qenë një temë për cilën kemi pas pa konflikt, kur thot ti gjithmonë ke dash me shku me studiu jashtë, hajde shko këqyre shkollën e mesme, do të thënë, po shpërngulemi atje derisa të jetë e nevojshme. Unë isha kundër, se mendojsha që duhet me shku me bursë, jo me shku si refugjat. Se mendojsha që nuk duhet në këtë formë me e nisu në kretë këtë pjesën karrierën akademike mandej që më kanë ndjek ma vonë. Por kum pas shumë fat kur jam shku në Kanadë, shumë shpejt, sa jo ka qenë në maj të vitit 1999, në Victoria, British Columbia, që është pjesën perëndimore të Kanadës. Aty kemi qenë të vendosur, edhe aty është edhe një shkollë, pjesë e kolegjeve të bashkuara të botës, është super shkollë, ku i mbledh fëmijët prej krejt vendeve të botës, aty janë me bursë të plotë të gjithë, edhe mëson përveç kurrikulës së zakonshme, shkencat, gjuhët e këto, ata të kohën kanë një frymë të udhëheqësisë që mundohen me i mbjell të nxënëst, duke diskutuar gjithkohës për ngjarjet politike nëpër botë, për tema të ndryshme të rëndësishme, ambientale, do të thënë gjithçka që është e kohës, edhe për shkak se ata vazhdimisht kishin student nxënës që vinin prej vendeve
në konflikt ose prej vendeve të luftës, gjithmonë ka qenë një palestineze një Izraelit. Edhe në atë vit ka qenë një nxënës prej Serbisë, edhe kur kanë marrë vesh që unë jam në qytet, ma kanë ofruar edhe mu bursën, edhe unë nuk disha ku po shkoj, për shkak se nuk e njihsha shkollën vjen përpara. Mandej kuptova që është top shkollë edhe ka formsu shumë mirë, mandej ose e ka kriju bazën mbi të cilën kam vazhduar dhe studimet edhe masterin edhe këtë punën që e bëj sot. Edhe çu kanë qenë fillimet e tua atje? Për shembull, sa ka qenë e vështirë mu ambientu atje? Do e pas parasysh që keni shkuar edhe prej luftës, atje mandej edhe deshte edhe ju keni pas pak trauma, knena o kon konflikte që shokon edhe çedina krejt. Shkolla është shumë e çuditshme, se jeton në kampus me 200 bashkëmoshatar, me krejt profesorët, edhe ishim midis malit. Qyteti më i afërt është 2 orë e gjys me kombi, se kemi pas një kombi të shkollës që na çoheshin kanë në qytet. Kështu që nuk ka qenë eksperiencë zakonshme e shpërnguljes me një vend tjetër, ose të qenit refugjat me një vend tjetër, sepse unë e mora bursën shumë shpejt për me u kyç në një shkollë që ishte kritikisht e jashtëzakonshme. Pra si 16 vjeçare, atë viti ku bona 17, unë u shkëputa prej familjes edhe shkova me jetu me bashkëmoshatarët e mi në prej këtë vendeve të botës. Ka qenë e vështirë, se ndryshim vendi plus një ambient krejtësisht tjetër. Gjuhën e kam ditë, nuk kam qenë fluente sikur sot, po e kam ditë mjaftueshëm për me komuniku edhe për me mujt me ndjek lart. Edhe si jam e sigurt që gjatë procesit sa kam qenë atje, më ka pëlqyer mas shumti, po kur e kam kry shkollën, e kam pas se sa e rëndësishme ka qenë ajo periudhë. Ndoshta tash që më fry pak, në atë njëjtën shkollë edhe Mira Murati ka shku në vitin 2007, kështu që është shkollë e këtij rangu. Kështu që tash më muna me kuptu. Tash më muna me bë ato, me qita na pikat ka qyshtek. Mandej bes te prej atje, erdhe në Kosovë pak në shtani kohë, prej Kosovës mandej në Shqipëri, qysh është me punu me Edi Ramën? Atëherë, puna me Edi Ramën është shkollë në vete. Ajo është një udhëhec i cili e ka shumë të qartë se çka po don me mri, edhe është veç i palodhshëm. Është shumë vështirë me punu me to, normal, sepse dikush që ka qatë shumë kërkesa, gjithmonë ka aty edhe shumë tension e stres, po definitivisht shkollë në vete. Ajo është ka të qartë se çka do me mri edhe nuk ndalon. Çka mon me për çastoj kohë, kur ke shku atje, se dyqysh edhe veç një qytet me ndru, prej një qyteti me shku me një qytet tjetër, dyqysh ndrojnë senet, e lema me shku prej Kosovës në Shqipëri, me bo një punë ndryshe, që shokohen që e periudhë për ty? E pa të që më ambientu atje? Jam të mendu që jam pas ka përcjell mu realisht të njëtën, është që i kum pas përvojat e pazakonta. Mandati jam në Shqipëri ka qenë kritikisht i pazakonta. Pra kum shku në 2017 si zamjes ministre. Në dhjetor të 2018 për shkak të protestës së studentëve, që çoi det ndrimi i 5 ministrave nëse s'gaboj, ishte edhe paraardhja ime Lindita Nikola. Pra unë u emërova ministre në vlugun e protestës së studentëve. Edhe na qeshim hala me kolegët atje, me ish kolegë që ka ardhur era vezë të prishura në ministri për 2 muaj, sepse hedhnin vezë në murin e ministrisë edhe sari që është dritaret, ato po derisa u lyn ndërtesa. Pra jam emëruar ministre në kulmin e protestave. I kemi menaxhu për 4-5 muajt e parë të mandatit me pakon për studentët që e patëm. Protestat ishin me të drejtë, për ndryshe, sa për me qartësu këtë pjesë, sepse cilësia arsimit lartë ishte shumë e ulët, studentët pagunin, nuk ishte pagesë shumë e madhe, por nuk merrnin diplom që i ndihmonte për me u orientu dika ma mirë në jetë. Kështu me pakun e studentëve, i adresum disa prej problemeve kyçe. Një më ka me rak që se kom adresu, që është me një platform anti-plagiatur, ndojsha që krejt punimet e profesorëve me mujt me i kalu në për platform, sepse ty të duhet me pas disa punime shkencore për me mujt me ngrit në gradat të ndryshme për me u bo profesorit tjerë.
Edhe dyshimi ishte që një pjesë e madhe e këtyre punimeve janë bo me plagiatur, edhe nëse kërkonin prej studentëve që me qenë saktë dhe të rregullt kur i kryejnë detyrat e tyre, edhe profesorët duhet me qenë saktë në rregullt, po ata nuk mri me bo, pjesën tjetër e kemi kry. Sa u sistemum pak, edhe ja nisëm me punu me politikë bërjen e zakonshme të Ministrisë së Arsimit, ndodhi tërmeti në shtator 2019, nuk ishte shumë, nuk shkaktoi qatë shumë dam sa tërmeti i nëntorit, që pat edhe humbje njerëzish, edhe u damtun shumë shkolla. Edhe ka qenë edhe stres edhe shumë përgjegjësi me mujt me thonë çka do të sakt për ju tregu prindërve a mujt mi kthy fëmijët në për shkolla, apo jo. Një pjesë e madhe fëmijëve nuk u kthyn në shkollat e tyre, sepse ishin të papërdorshme. Edhe ajo krijoi një farë kaosi. 3 muaj mas kësaj, 4 muaj mas kësaj, domethënë në fillim të marsit, i mbyllëm krejt shkollat mëndej për shkak të pandemisë 2019, kështu që nuk mandat krejtësisht i pazakont, unë nuk e ndroj me kur gjo, nëse të pëlqen politikbërja, të pëlqen qeverisja, edhe bën çu shkombone që edhe kom studiu, edhe kom i mundu me praktiku si aktiviste për ndryshim të politikave publike, është super me të ardhë edhe rasti me mujt me qeverisë edhe me pa nëse është e vërtet që ajo që mendon kur je jashtë. Kur je jashtë mendon që nëse ki buxhet, ki ide të mira, ki vullnet politik, senet vish bohen. Tani je aty edhe shet që senet jo, nuk është qashtu, sepse ka plot edhe pengesa, disa me të drejtë, është mirë që disa prej shtysave, si me thonë, politike për ndryshimet shpejta nuk ndodhin, sepse ndryshimet e shpejta në një sistem aq të madh janë të problematike. Po mëson shumë, unë kom mësu shumë edhe nuk e ndroj me asgjë atë eksperiencë. Unë po du me të pyet kështu si fillim që të kanë thonë edhe familjarët, për shembull se me shku prej këto me kry punën atje, anashta edhe kanë pa kështu si një borxh kombëtar, kanë thonë besë po ta lënë ndorë shko kryet e çto. Me shku me punu atje. S'di, prend për shembull veç janë burr me këtë punë, ju ka pëlqyer shumë. Unë nuk e di që më ka thënë dikush diçka që ja vlen me raportu që ka qenë kritik. Ka njerëz që nuk i pëlqen Partia Socialiste ose nuk i pëlqen Edi Rama, që kanë thënë pse po shkon me punu me ta, po këto janë orientime politike më shumë se sa që kanë vlerësu për domethënien e vet projektit ku një pjesë e stafit politik në qeverinë Rama 2 ishin prej Kosovës. Te veç e përmendë se qysh është me punu me Edi Ramën, po dhe qysh me punu të në qatë ko bashkë, dhe mos me ka naj historie interesant që ju ka ndodhë me njani tjetërin, nuk ka shanca, kështu që shka e ma në men, kur e kujton qatë kohën qatë bjen men, kështu diçka që ju ka ndodhë, kur e një kondikon pun të ren, ose me naj zyre diçka të diskutu, kështu që ju ka ndodhë diçka. Qëre, mas protestave dhe tërmetit dhe pandemisë, nuk është që kemi pas shumë momente ku na ka ndodhur diçka funny që me ndo. Unë veç e di që natën që ka ra tërmet, ishte diçka si 4:30 në mëngjes, edhe shumë u lëkon ndërtesa ku banojsha unë atëherë. Kom zvrit poshtë, dhe ku dolën krejt banorë normal. Manej më kujtu që garant na mblidhemi shumë shpejt në mbledhje qeverie, kështu që jom gjitë nalt, jom vesh edhe e kom pa vozicën e ministrisë që veç kisha ardhur me marr, kështu që kemi bë mbledhjen e qeverisë dikun 5:30 në mëngjes. E mira e një lloj komunikimit që ka vlejt shumë në Shqipëri, nuk di a keni këtë qeveria e WhatsAppit. Aha, okej, po. Okej. Është e vërtetë që na kemi përdorur shumë WhatsAppin, po jashtëzakonisht shumë. Deri në pikën ku kom pas për shembull 2200 drejtorë të shkollave në grupe në WhatsApp. Edhe kemi pas komunikim ditor, për aq sa kom pas nevojë për informacion ose ata kanë pas nevojë me paraqit në ankesë prej zona ndryshme. Kur ka ra tërmet, unë kom çuni porosi në të gjitha grupet dhe kom thënë a jeni mirë, a i keni familjet mirë, edhe a mundi me shku veç deri në shkollë me pa çfarë gjendje është shkolla, nëse mundi një raportim të shpejt. Edhe kom mujt me raportu mandej në mbledhje qeverie mbrana 1 ore për gjendjen e shkollave, sepse drejtorët e shkollave ishin njerëz që ishin më së afërmi te krejt shkollat që se në ato momente nuk e dishim në fakt çka është situata në terren. Kështu që mu kjo qeveria e WhatsAppit më thoi më ka shërbyer shumë mirë për me kry punën sa më mirë që ka qenë e mundur, se kam qenë në kontakt të përditshëm direkt
me krejt njerëz në terren. Kështu po muna me pa pak për afërsisht se sa e përgjithshme jetë, e pas parasysh që the momentin kur ka ndodhur tërmeti, të ka rënë mend që ti ke me bë mbledhje, një shkruaj vesh, edhe në çat kohë të ka rënë mend prap më u shkruajt edhe më i pyet se ç'është gjendja. Kështu që të përgëzoj për shto. Faleminderit, është ka qenë pjesë e detyrës normal, veç që deshta me nënvizu është që disa prej elementeve nështë që për cilat jemi kritiku prej jashtë, na kanë kryer shumë punë në punën e përditshme. Në punën e përditshme që keni bërë. Kisha dash pak me ndru që tash ambientin dhe me folësan e tjera, kështu që pa i lon anash pjesën e punës e krejt shka ti ke bo dërisat, po du me të pyet pak për Dardanin. E përmena edhe në fillim, po s'muj pa e përmena edhe njëherë, kështu që si fillim kështu, personalisht të kam interesan kush e ka bo hapin e parë. Kur jemi lidh bashkë, në fillim, ke punë bara 10 vjetëve, dëgjona jemi taku në protest, edhe mandej kemi qenë shok, një kohë të gjatë edhe mi përla shumë për politikë. Unë isha tu e këshyr vetëvendosjen pak ma me simpati, Dardani shumë vetëvendosje. Po unë nuk I kisha nda menjën hala që jam plotësisht, do të thënë që pajtohna me orientimin, kështu që e di që mi përla shumë gjatë, para se me vendos që nështë edhe pëlqejmë njëri tjetrit. Wow, para më tosh pas tani njerë mu përlo, ma ndena me arrit më kur në bashkë. Do me thonë... Po mu përlo, apo kupton, mu përlo me nxjerr argumente për edhe kundër një temë, jo mu përlo kështu... E që tash po du me kalu të qaj pjesë, sa është e vështirë me pas partnerin profesionit të njëjtë, të dy do me thonë me bo politikë, ose edhe nëse kishë pas profesionet të tjera, por që të dy me pas profesionin e njëjtë, ç'është është kjo? Është shumë mirë edhe shumë vështirë. Është mirë për shkak se je ka mirë kuptim, ka pedin prej kajt po vjen, ka gjuhë të përbashkët, po është vështirë sepse do të thënë të dy të kemi shumë opinionet e zëshme, edhe e mira në këtë farmesi është që na ideologjikisht pajtohemi për, do të thënë, vlerat e mëdhaja jemi në të njëjtën vijë. E për pjesën tjetër, mandej për metodat e punës, dhe që aty dalojmë të metodat. Dardani është ma shumë të aktivizmi politik, unë jam shumë ma shumë të qeverisja, munora me gjetë zgjidhjet praktike për problemet reale. Do të thonë, ajo është shumë ma shumë, nëse kishim mi përshkru si poste, unë jam shumë ma shumë ekzekutiv, ajo është shumë ma shumë legislativ. A fet për ndajshë, dhe më tha bisedat e juja, qëfar e munën më kuën ka shpia nëse nuk folni për politikë? Për gjithçka, flasim për kujdesin ndaj vajzës, që apo hajmë, nëse po shkojmë dikon për weekend, apo bojmë hiking në deçan, apo jo. Punë të, do të thënë, bisedat zakonshme. Kush ka në 4 hektë që ke pjesa për më shku në hiking? Unë e Dardanin, ai ka kalu shumë kohë si fëmijë në Bjeshk, po nuk I ka pëlqy shumë, sepse, çapo dire, nëse shkon çdo verë me familjen, 2-3 muaj, do këtë pak të bo dikur bajat. Më ka pëlqy hikingu gjithë, edhe kur kom qenë në Kanadë, kom dalë shumë ecë, edhe në Gjermani, edhe kudo që kom shku. Bjeshkt e Deçanit janë fantastike, nuk di nëse të ka ra me shku me ecë atje. Me ecë jo, ama me ra me shku me I papo. Ka vende shumë të bukura, ka shtigje që janë të vështira, ka pjesë që është ma lehtë me ecë, domethënë për gjitha kategoritë e njerëzve që ecin në natyrë, Bjeshtet e Deçanit janë fantastike. Tash ka nisë mi pëlqy Dardanit prap, sepse është e bo ndryshe, nuk është e bo që e kam bo përpara si fëmijë, ku shkon edhe rrin gjatë në stan, po e bën ma shumë për sport. Kështu që anë po du me të vetë njëherë që është më kuj nusa në Deçan? Se harroa me të vetë ka fillimi. Unë e zdi që kom nusnu në i moment në Deçan, s'jo me sigurt. Që kjo është mirë, që të ferë është. Të bëllës të kara me vesha të teshat në Deçan? Jo. A ki pas qef nëse, do më thonë të kishë propozu me vesh, a I kishe vesh? Unë s'kom pas qef kura si fëmijë, me bo rolin e nusës nuk ka tërheka si fëmijë. Di që në lagje kanë lujt qikat, kanë lujt nusesh, në ly edhe po, unë as si fëmijë nuk më ka pëlqy. Nuk ka më pëlqy ma shumë nështë ta, s'u di,
kemi lujtë si shkolla, pra më ka pëlqyer me qenë mësuese. Do të thonë tëna herët e pas ke pas që të menim. Po, që me mujt dishur me mësu diçka dhe me ligjëru. Larg ty në sen, në mëso ma larg. Kështu që one edhe çamboni përshtypje ke mbi emrin që ju besoj keni bukuror. Po, mbi emrin po. e Dardanit nuk e ki marr. Jo. Atë ka thonë herë ndaj kusht ose shoqënia ose pse se morën mbi emrin e Dardanit. Edhe kjo s'ka qenë kur ndaj mendim që më ka shku në përmend as si qike re, as si grua e rritun me ndru mbi emrin. Po veçanarisht, do shme parë parasysh na jemi martu kemi bo kunor në 2019. Pa. Unë jam kanë ministre e arsimit me emrin dhe mbi emrin tan, Dardani ka qenë deputet këtu me emrin mbi emrin e vet, kështu që as nuk ka qenë temë diskutimi. Në fakt pas ka qenë temë diskutimi. Shpenda Meti na ka martu, Po. edhe ajo zyrtarja që i përgatiste letrat gjatë procesit të kunorzimit, tha e kish për detyrë me pyet nëse do me thënë cili është mbi emri. Edhe se mbaj mend saktë që kanë qenë fjalë, por diçka si a je sigurt që do me majt mbi emrin ton? Edhe di që Shpendi ka thënë ashtu, more mirë është nëse Dardani se ndron të vetin në këtë proces. Kështu që patëm qesh pak për këtë sen. Po më keshe që tash. Para mendon nëse Dardani e kish marrë mbi emrin tënd. Qëre, edhe i kish marrë në shtat të kisha misi stupesh ma shumë, po jo Okej. s'ka kur farë nevoje për këtë sen. Kështu ka punë të shtëpisë, a të ndihmon ai tro? Se me shkapishojmë videot për ndoket që të ndihmon. Qëre, ai ban pjesën e vetë, unë e bëj pjesën teme, mi mundu mi nda pak në fillim, që janë punë që i bojmë se cili pak ma letë. A që tash, unë nësë jam të bo kur gjo, kështu që të krejt që është të u bo në shpe, është të e bo Dardani. Apo ka vështirë më mirë me qiken, se burra diqysh ma vështirë e kanë me rrit një fëmijë. Nuk e ka vështirë, sidomos mas ju shtërhek prej kësaj pjesës publike të punës së tij. Edhe i shkon shumë muhabeti, janë shumë shok, kështu që jo, po funksionon mirë. Nëse ti dhe Dardani kishit kandidu me parti të ndryshme, a menon që cili kish fitu ose, si përfundim, nashta kishim ujtë me bu koalicion me njëri tjetrin? Jo, s'kishëm garu kur me parti ndryshme, është shumë kur të pajtosh me dikën ideologjikisht, kur në nivel vleror jeni në pikën e njëjtë, është shumë është e pamundshme me garu me parti të ndryshme. Koalicion a kishit ujtë me bu? Po s'kishëm rriqë aty heq, s'pëdi që më thënë, nuk është e mundur me garu me parti të ndryshme kur je tu punu në temat e njëjta, kur i ki paka shumë perspektivën e njëjtë, qasin e njëjtë ideologjike. Besëm po du me kalu të qajo që veç me në sprita me arë që kjo pjesë edhe me ta bu që të pytje. A e pa të vështirë me vendos për me kandidu për kryetaret Prishtinës. Edhe çka të dog ju në rregull edhe që tha që ball mo, duna ju më çu me bu analiza, po me ju nimu me rregullu çto sene. Unë ka 4 vjetë e gjysë, tash që më këthy për Shqipërisë, edhe na kritan komi për Prishtinën, kushdo që jeton këtu, kushdo që i viziton Prishtinën, kemi na ankesë, jo me turinat, trotuari, kerret, parkimi, trafiku. Kur lindi vajza, e pash se sa ma vështirë është kur ki mu kujdes për dikon jeta në Prishtinë. Se për një herë gjithçka është pak ma e vështirë. Dalja në trotuar është pak ma e vështirë kur e ki dikon për dore. Kjo puna ku e parkon kerrin është pak ma vështirë kur duhesh me nxjerr fëmin prej kerrit. Ku e çon qerdhe, mandi bo dramë veti, me mujt me gjetë qerdhen, edhe nëse s'ka mjaftueshëm qerdhe dhe kopshte publike, ti mundosh me gjetë një qerdhe kopsht privat, i cili është afër shtëpisë, po do në me këshyra është mjaftueshëm mirë mbi këshyrën, a është shumë shtrejt, sepse kopshtet private po di me qenë edhe shumë shtrejt. Edhe kur u kryen zgjedhjet qendrore, unë isha tu e mendu me u fut n'garë, se po mendoj që nuk dikush me përvojën temë se unë vish me nejt mu anku. S'kish kur farë kuptimi, unë me anku njëjtë si kur për shembull nana jam e cila tash është në pension edhe nuk do në mu përfshi në ndryshimin e gjanave, sepse ka tjetër jetë tjetër përditshmëri. Edhe pritshim që po themelohet qeveria në shkort, që me mujtë edhe me janis punës, po qeveria nuk u themelu, kështu që e shfrytzuam këta muj për me diskutu edhe me kolegët e mi tash të Partisë Social-Demokrate, qysh po dojmë ju qas punës në Prishtinë, garës në Prishtinë,
edhe mandej bona publike, po i kisha të nevojshme bo publike më herët se sa që niske fushatat zgjedhore, për shkak se unë kisha bo një pauzë prej paraqitjeve publike, do isha me kujtu njerëzve, hej, Këto jam, veç tash ngarë për Prishtinën. Po. Kështu që nuk ka kone e vështirë për më toket. Me marrë vendimin s'ka qenë hiç e vështirë. Në fakt, kur gjës po më vjen vështirë, është punë që po merr shumë kohë, edhe ta merr krejt kohën, krejt mendimin, krejt angazhimin, po më pëlqen që jam të bëj, kështu që jam edhe me energji të mirë edhe nuk po më duket e vështirë si proces. Cili është një defekt kryesor në Prishtinë që te, domethënë ta ka vrarë synin mas pare kështu? Problemi kryesor që ta vran synin si të dilsh prej shtëpisë është bërllogu. Kemi mbeturina gjithçka është e papastër, ton kohën. Edhe nuk ka kurfar arsye në 2025 me pas hala qytetin kaq të papastër. Edhe nuk po flas vetëm për mbeturina, domethënë edhe rrugët janë të palame, edhe gjithçka është kështu një farë kaosi edhe ka kështu deponi ilegale në çdo cep. Del me ecë në gërmi edhe ka pak mbeturina, edhe rrugës për Butovës ka mbeturina. Kështu që ky është problemi kryesor që ta vran synin si të delsh, edhe prapë po them kur ki fëmijë të vegjël, edhe tani shkon në park, edhe ata kanë mësuar me ecë edhe dojnë pak me ecë të pavarur, tani shkojnë në marrin do mbeturina prej tokës, e jeton kondu i thon mas lëshoj ato, mos aty ka xhama, edhe shet që në fakt nuk pjesa e mbeturinave është ta vështërson edhe pjesën kur ti do më relaksu në park me fëmin tonë. Po problemi kryesor i qytetarëve të Prishtinës sot është jetesa shumë e shtrajt edhe pa përballueshme në Prishtinë. Po na thojnë edhe në krejt vizita dërmder, në krejt takimet që i kemi në për biznese, tash kemi fillu me vizitu edhe disa shoqata dhe NGO, çmimi i banimit, edhe çmimi kostoja e arsimit në përgjithësi, do të thonë çfarë shpenzojmë në qerë dhe kopsh, qëndrim ditor dhe shpenzimet që kemi për shkollë, janë dy kategoritë kryesore që e marrin një pjesë të madhe të buxhetit familjar. Edhe është problemi kryesor. Edhe kot na flasim për mbikalime, për nënkalime, për tramvaja, nëse s'kemi parë me pagu qiran, ose s'mujmë me e mbyll këstin e kredis, ose s'mujmë as me imagjinu si një çift i ri me ble një banesë dhe me nis jetën në një pronë tonën. Mu kjo më ka bërë përshtypje edhe që të ishta me dalë, mënyra se qysh te ke fillu fushatën. Dhe më thonë me 650 euro, bile që dikush as 650 euro nuk e ka rrugën në Prishtinë ose në Kosovë, edhe 4 ideja me fillu me qëta. Prej bisedave që tash du shku në vizita dërmdere, na u konfirmu që problemi kryesor është çmimi i jetesës në Prishtinë, dhe na u futëm pak me hulumtu se çka i bjen kjo. Dhe gjetëm që një tip statistike, edhe pse s'ka statistika të vitit 2025, po në 2024 ishtë dikur rreth 650 euro paga mesatare në Prishtinë, që i bjen që ka njerëz që marrin 400 ose 380 që janë disa punonjës të pastrimit, që janë të kontraktuar prej komunës etj. Ka të tjerë që marrin më shumë, po kjo është mesatarja me aq sa kemi statistika zyrtare. Edhe tham hajde të shohim se deri ku sa larg në muaj na çon një pagë 650 euro. Edhe të marrë parasysh që çmimi i banimit është më i lartë, pjesa që ta merr pjesën kryesore të pagës, tham hajde ta marrim një banesë me qira, edhe të shohim sa pare puna mesin, edhe ta bëjmë krejt mandej diskutimin përmes kësaj banese, do ishim me dokumentu krejt këtë proces edhe për shkak se ka hala njerëz të Prishtinë që po mendojnë, ndoshta edhe janë më komod financiarisht për veti, që po mendojnë që ky nuk është problem. Do të thonë që po s'ka problem banimi në Prishtinë, se qyre njerëz i kanë shtëpiat e veta, ashtu po prej ka njerëz shtëpiat e veta, veç nëse e ke nis familjen me një banesë me 2 ose 3 dhoma të gjumit, edhe tash 2 fëmijët nuk janë më fëmijë, po i kanë bëu ka 22 dhe 25 vjeç, edhe ata janë hala në çat banesë. Edhe çka po thonë tritë është që ma letë ka me dalë jashtë edhe me jetu ndaras prej familjes se sa me mujt me ble ose me marrë banesë me qira në Prishtinë. Kjo është problem. I vjen që tritë nuk po e shohin një mundësi këtu për me nis një jetë tyne të pavarun, edhe me kontribu mande edhe ekonomikisht edhe në shoqërinë tonë, po mendojnë që është me dalë jashtë. Nëse jetu dash me arë me jetu në Prishtinë, për me punu, për me studiu, po s'munësh me pagu qiran,
edhe vendos mos me bo këtë punë, apo të në qëfar humbi është kjo për kryeqytetin, nëse ti nuk ki njerëz të ri që të vinë vazhdimisht. Definicioni i kryeqytetit është gjallëria që ta bëjë njerëz që të vinë në kryeqytet. E kur është gjithçka tepër shtrejt, të vjen ma kurkush, edhe po mesim, do të thani, kemi do banesa që në zbrasta, edhe do njerëz që janë të palumtur për shkak se nuk ja dalin me e qumë mujen me pagat që i marrin. 27.000 banesa, të me qenë të sakt, janë kritikisht të zbrasta në Prishtinë të pa shfrytzume. Edhe qysh me qartë qysh e ke menu dhe qysh e keni analizu, qysh e kishë zgjidhur çet problem? Ka politika komunale që mujnë me adresu këtë çështje, ti s'munësh me ndru çmimin në treg, ti s'munësh me thonë kompanisë private që jo shite ma lirë banesën, por nëse ndërton komuna banesat komunale, që ka një projekt në tavolinë kryetari i komunës prej para 4 vite gjys të ndërmarrjes publike banesore. Nëse ndërton edhe shet afër çmimit në ndërtimit, që është mesatarisht edhe 600 euro metri katror i ndërtimit, përveç që i sistemon të 1.000 familje të reja, me banim, i bën konkurrencë pak privatit, edhe që një sinjal në treg, që se nëse banesa ty po të shiten me 1.500 euro metri katror, ndërsa kostoja ndërtimit që nga 600 euro metri katror, këtu pas ka një problem me çmimin, me mënyrën se çysh është vendos çmimi në këtë banesë. Kjo është e para. Këto ka dorë komuna, për këto nuk ka nevojë, do të thonë, me bo kurrë tjetër përveç me marrë vendim që me ecë përpara. Nëse nuk gabohem, ndërmarrja publike banesore më kanë tregu punonjësit atje që ka pas edhe marrëveshje me bankat që financimi me u kry përmes bankave, pra nuk ka pas as investim të madh fillestar prej anës të komunës për me e realizu këtë projekt. Nëse i bën 1.000 banesa, e çon një sinjal. Nëse i bën 5.000 banesa komunale, e sfidon tregun edhe besoj që bin krejt çmimet. Kjo është e para. E dyta, krejt vendet e tjera që kanë problemin me banesa që rrinë thot, ndërsa ka problem me banimin, kanë vendosur një taksë të mos shfrytëzimit apo vacancy tax. Zagrebi është rasti më i afërt, e kam përshtypjen që edhe Sofia, po Zagrebi ka vendosur tash në prill, edhe unë fakt i kontaktova edhe në disa miq që kam atje, dhe ma shpjeguan pak se si funksionon. Ajo që mendojshim që duhet bëhet në Prishtinë është që nëse ti e vendos një taksë të mos shfrytëzimit, e cila është pak më e lartë se sa taksa që paguajmë në tatimin pron, kjo çon sinjal të njerëz që i kanë blesi investim, që ose po paguaj pak më shumë për shkak se du me majt banesën zbraz, sepse kam vetëm investim, edhe me këtë pagesë komuna ofron shërbime të banorët që jetojnë këtu, ose jo s'po më levërdis me majt më zbraz, kështu që po e lëshoj me qira ose po e fus në treg për shitje. Sot tatimin pron është 0.2%, që në një banesë 100.000 euro ti pagun 200 euro në vit për tatim pron. Me qatë 200 euro edhe mund është me menu që hajtë se veç pelaz brazd. Nëse e bon 1% tatimin në pron, që është edhe fasha e epërme që ja ka leju ligji komunës për me apliku, me 1.000 euro tatim pron në vit, nështë edhe menon 2 hera i lenë zbrazd ajo. E nëse e bon 2%, me 2.000 euro, definitivisht nuk e lenë më të zbrazd. Do me thonë, është shpikje jona fare, do me thonë është 100% kopjem që kanë bo krejt vendet e tjera, si Londra, si Vancouveri, si Parisi, e tash është u ardhë edhe ma afër nesh Zagrebi dhe Sofia, për me zgjidh një problem i cili ekziston gjithka në për Evropë dhe vendet e tjera. Plus është edhe ky problemi i fletave poseduse. Një pjesë e madhe banesave në Prishtinë nuk futën treg sepse pronarët s'kan fleta poseduse, ndërtuesi ka të i kalu lejet, për çfarë do arsye komuna nuk e ka mbikëqyr procesin, edhe tash pritet që pronarët me u bo bashkë në një hymje edhe me apliku për legalizim, kjo është shumë e vështirë. Sidomos nëse gjysa e banorëve nuk janë aty, qysh kemi organizu ti krejt, me ja marrë në shkrimet, me ja marrë paret, me bo aplikimin fillestar. Propozimi jonë është që komuna duhet me i bo në mënyrë proaktive, me i pajis gjitha ndërtesat që janë të sigurta me jetu në to, i pajis pronarët me fleta poseduse, edhe kjo e rrit pak numrin e banesave që lëshohen me qira, shitën, apo në qëfar do forme, do me thonë futen në treg. Çdo futje këtyre banesave në treg, 27.000, do me thonë, është një e treta e krejt ndërtimeve që isha në Prishtinë në zbrazda. Ta shtogarit e so ka njerës që jetojnë në Prishtinë dhe plus ka hala banesat pa banushme. Pikrisht. Cili është problemi i parë që kemi zgjedhur për Prishtinën.
Në rast të zgjidhe... Pastrimi, duhet me pastru qytetin. Duhet me pastru qytetin me njerë. Okej. Edhe është seni që bëhet mas leti, se kompania publike e pastrimi është aty, ka nevoj për kamion të ri, ka nevoj për ma shumë staf punëtor të terenit, jo të administratës, qysh zakonisht kanë tendenca me bo, ka nevoj për kontenjer, ka nevoj për investim fillestar për mu heq deponit ilegale, edhe është një financim në dispozicion prej bankës botërore, prej bankës evropiane për zhvillim edhe bankës gjermane për zhvillim. Jënë kry krejt studimet e fizibilitetit prej Gizit në Prishtinë. Jënë 70 milion euro në dispozicion në momentin kur kryetari apo kryetaria e komunës e nënshkruan marrëveshje me kompaninë pastrimi që për 10 vitet e ardhshme unë nuk e privatizoj shërbimin, po e kryj këtë shërbim me ty. Ky financim vihet në dispozicion, për që kjo zgjidhje nuk kërkon as investim të madh fillestar prej komunës, për shkak se ekziston financimi është në dispozicion. Vetëm se këta edhe kryetari edhe urani, do të thënë partitë e tyre vendosën për me privatizu shërbimin e pastrimit, edhe me këtë e shtyn momentin kur mundet me u fut në më apliku financimi që është në dispozicion. Më po më intereson cili është mesazhi për krejt qytetarët e Prishtinës. Pa marrë parasysh votus, jo votus, shka ju kishe thonë kështu. Pa marrë parasysh e kina pa gjatë gjithë kohës për je shumë aktive, edhe gjithë ditë për ki diçka më thonë, po kështu diçka që s'ju ke thonë hala. Sfida jam e kryesore, sfida kujdo që e ka marrë garën sinqerisht edhe po do me të vërtet me kontribu në qytetet e tyne dhe jo vetëm në Prishtinë, është një trend që i kemi në atë votimit, që na pëlqen dikush, po mendojmë që nështë s'ka shans me fitu, kështu që mos me fitu ai tjetri që s'na pëlqen, ja japim votën të tretit. Është kjo vota kundër dikujt e jo vot për dikën që po të pëlqen. Nëse mujmë s'paku në raundin e parë, me votu për e jo kundër, se në raundin e dytë është okej, i ki 2 kandidat në balotazh, njëri të pëlqen më pak, voto kundër ti, është okej. Në raundin e parë, është shumë e rëndësishme votu për arsye më të mirë, për banesat përballueshme, për programin që të pëlqen më shumti, se kjo i fuqizon kandidatët edhe partitë që janë të e bo një punë shumë të mirë, që po mundohen me e kap hapin edhe me mujt me nisë dhe me pas bazën për me bo krejt punën që i duhet për 4 vjet e ardhshme. Kështu që voto për e jo kundër është mesazhi kryesor, është lutja e në fakt për 12 tetorin. Kështu që na bahallan na që të kena ndati sot prej punës, kena marrë kohë, e na u takofshim prap, e ty të prifte mara, inshallah kivit sukses. Faleminderit, ishte veç kënaqësi biseda me ty. Faleminderit. Kështu që miq të gazetës Demos, kaq keshim ne për këtë të shtunë, e shihemi të shtunën e ardhshme. Tung tung.